opozita vjen nga një situatë 8 vjeçare. Gabimesh të një pas njëshme, nuk mund të them të qëllimshme apo pa qëllimshme, por që dëmtuan rënd. Dhe në shtesë të kësaj edhe investimet e Edi Ramës për ta përçarë opozitës nëpërmjet emërimit, financimit, mbështetjes së një pjesë të liderëve ose të ish drejtuesve të ndryshëm për ta coptuar në gjithë ato pjesë. Zoti Demira, ja jeni për një reformë shumë të thellë brenda Partisë Demokratike në mënyrë që ato që thoni ju, objektivat dhe sugjerimet tuaja për opozitarizmin të arrihen, apo mjafton ta shikojmë kështu siç është me të njëjtat kupola drejtuese prej vitesh, që unë do sjell në mendje një fjalë të zotit Dashamir Shehi që thotë duket ndonjëherë si një lloj fotografie mature e viteve më përpara që nuk ndryshon. Që po, opozita duhet të riformohet tërësisht. Edhe unë besoj me shumë sinqeritet, si një njohës i një pjesë të madhe të deputetëve të Partisë Demokratike, spari do duhet të bëjë një analizë thellë për rezultatin jo pozitiv të zgjedhjeve të fundit. Së dyti, i sugjeroj doktor Berishës të riformatoj leadershipin e Partisë Demokratike. Spari duke larguar 12 drejtuesit e qarqeve si humbës. Pra drejtuesit politik qarqeve si humbës të këtyre zgjedhjeve të fundit. Së dyti, Partia Demokratike duhet hapi derën, portën, oborrin, gardhin, çfarë dushti, në mënyrë që t'i bashkohet një pjesë e madhe e personave me integritet, pra intelektualve nga të gjitha fushat, dhe është e papranueshme që në listat e Partisë Demokratike rikonfigurohen prej 35 vitesh të njëjtat figura. Pra do duhet që të ketë ndryshim. Dhe pikërisht kjo është ajo që një pjesë e madhe e popullit janë zhgënjus. Pa diskutim që besim plot që leadershipi i Partisë Demokratike, siç ka gjetur forcën për ta rimarrë, për ta riorganizuar Partinë Demokratike, do të gjejë forcën që t'i pranojë edhe këto gabime dhe të marrë vendimet e duhura për sa më lart.